30 vjet më vonë, historia po ju përsërit të njëjtat misori, nga i njëjti autor, ndaj një komuniteti të ngjashëm në një gjeografi tjetër. Nga Sarajeva te Gaza, të pasurit e Europës perëndimore dhe të Amerikës kanë paguar për kokë viktime, më shtrenjtë për fëmijët që kanë vrarë për sport gjatë luftës në Bosnjë në vitet e 90-ta, në ato që njihet si safari snajperësh, një fushatë mizorish argëtuese. Historia po përsëritet frikshëm, ndërsa njerëzimi, veçanërisht njeriu i bardhë i perëndimit, edhe pse shtiret se ka marrë leksion nga Holokausti, mbetet peng i ndjenjave supremaciste dhe fashiste, duke llogaritur pjesën e mbetur si më pak njerëzor që nuk meriton të jetojë me dinjitet. Për shembull, ato që nazistët gjerman u bën hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Hebrejt sionist u bëjnë sot palestinezëve, por kësaj radhe të ndihmuar nga shumica e fuqive perëndimore, në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Gjermania. Ashtu si Gjermania naziste me planin e emigrimit në vitin 1933 dëboi hebrejt në Palestinë, sot Izraeli në të njëjtin format po dëbon palestinezët gjetiu e së fundmi në Afrikën e Jugut. Ndërsa SBA proklamon paqen e arritur, Gaza vazhdon të kolonizohet, palestinezët të vriten dhe dëbohen dhe institucionet ndërkombëtare të heshtin. Historia po përsëritet, por deri kur?